pikërisht Drenica quhet Arbëri e Vogël. Këtë të shtunë, emisioni Personazhe në Fokus ju fton në një udhëtim të veçantë në zemër të një prej trevave më historike të Kosovës dhe Drenicës, Arbërisë së Vogël. Historia e kësaj treve flet vetë. Në këtë episod do të jetë i ftuar profesor doktor Agip Gjoshi, historian, shkrimtar dhe veteran i luftës, i cili sjell fakte, artefakte dhe dëshmi të çmuara për historinë, traditën dhe vlerat e Drenicës, një trev që ndër shekuj ka luftuar me krenari për liri. Emisioni është realizuar në zemër të Drenicës, aty ku linin legjendat dhe nuk vdesin kurrë. Përmes pyetjeve të gazetarit Ndriçim Gjoshi, shikuesit do të njihen me historinë, kulturën dhe figurat që kanë lënë gjurmë në këtë trev të lavdishme. Mos e humbisni, këtë të shtunë ora 21 vetëm në televizionin Apollon, një episod i veçantë ku historia, tradita dhe personazhet që kanë bërë histori në Drenicë vinë në dëshmitë e historianit në Fokus Bardhezi, pa filtra, aty ku flet vet historia. Kur një trim nga Drenica i pagzuar Miloš Kopili është ai që ja preu kokën Perëndërisë Osmane, Sultan Muratit të parë në fushën e Kosovës, dhe për të vazhduar me heroizma të tjerë, Ahmed Delis që më së patë u hoqi kokën disa policëve atëherë gjandarmë serb,